Ministria e Bujqësisë dhe e Zhvillimit Rural ka hapur zyrtarisht aplikimet për skemën kombëtare të mbështetjes financiare për fermerët me një fond të dedikuar prej 5.2 milion lekësh. Gjatë një konferencë përshtyp, ministri Andi Salla bëri të ditur se vetëm në orët e para të hapjes së skemës janë regjistruar mbi 500 aplikime, çka sipas tij tregon besimin e fermerëve tek mekanizmi i mbështetjes dhe mundësisë së përfitimit. Mora një numër, një shifër nga dita e sotme që fermerët kanë aplikuar dhe deri tani janë mbi 5.000 aplikantë parë që brenda një kohe shumë të shkurtër orari ka një interes ndaj skemës kombëtare edhe për ta vënë në dispozicion siç ne kemi vënë në 12 masat ndaj skemës kombëtare. Sa i përket programit i parë 3, ministri Salla u ndal tek detyrimet dhe proceset që duhen përmbushur, por nuk dha asnjë afat konkret se kur Bashkimi Evropian pritet të disbursojë fondet për fermerët shqiptar. Kemi bërë të gjithë detyrat e shtëpisë, të gjithë procedurat ligjore që na takojnë në bashkëndim me Brukselin, me Ministrinë e Financave dhe procedurave që ne kemi nëpërmjet Ministrisë Bujqësisë, AZBR-s dhe atyre çfarë ne duhet depozitojmë. Kemi çuar të gjithë dokumentacionin dhe mbetet në vlerësimin e komisionit për ta vlerësuar dhe për të ecur në një hap tjetër në i parë 3-shin. Në mesazhin e tij, ministri bëri thirrje fermerëve që të bashkëpunojnë dhe të organizohen më mirë në struktura të përbashkëta me qëllim rritjen e vlerës së produktit vendas dhe forcimin e pranisë së tyre në tregjet europiane.